Po Loreta Berami ka ardhur s'dim gjë. Loreta ka ardhur? Turizmi snajperave gjatë luftës së Bosnjë Kulla, kjo ishte qershia mbi tort, pyeta. Di si e ka quajtur librin ai nga ku ka marrë gjithë gjasja ai shkrimtari sloven? Po sepse në fakt historia është e thjeshtë. Safari Sarajevos. Bravo. Është dokumentar ai. Po, Safari Sarajevos. Po. Safari Sarajevos, po. Pastaj është libër që është bërë dokumentar. Po më një sekond. Dhe që tregon një ngjarje të vërtetë të kohës së luftës së Bosnjës. Që i bie para sa vitesh që ta fusim çik kontekst njerëzit tani. Bie para 32, 33, 34 dhe 35 viteve. Domethënë 34 deri në 30. Para vitet 90 ka qenë apo? 90. Nga 92 deri në 95. Tani o Kulla, kjo duket pak si fantashencë, gjitha kur mendon që vinin europian nga vende ndryshme të Europës, të pasur, me shumë lek, paguanin nga 90 deri në 120.000 euro, 130.000 euro, i paguanin sigurisht në dark web, pra i paguanin fshehura, se ato nuk është se bëheshin pagesa me bank. Kesh, po, i paguanin kesh, shkonin atje dhe nuk ishin pagesa bankare. Me euro, me lireta dhe me marka, më burr. Bravo. Shkonin atje në Bosnjë, dhanë kodrat e Bosnjës, dhe qellonin civilët me snajper për qefin e tyre? Atëherë duhet të dish që në Serbi, kjo punë ishte një gjë normale, që punëtorët e fabrikave, punonësit e fabrikave, në gjithë nga Kragujevci, Beogradi, Nishi, Novi Sadi e tjerë, çdo fundjavë shkonin në Bosnjë dhe shkonin kështu me shoqatën e gjyqtarëve dhe merrnin luftë në fundjavë. Ka qenë sporti normal kjo gjë gjatë kohës së luftës. Por në këtë histori janë përzierë dhe këta mercenarët që vinin nga vendet europiane, dhe në Itali ka nisur një hetim. Është në hetim po dije kjo si përpara Kulla, dije kjo gjë apo nuk, se nuk është folur për këtë, se kanë parë në media. Veshë dokumentari. Në kohën e luftës dije, po jo që vinin nga perëndimi. Dhe tani prokuroria e Milanos po heton një mjek të kirurgjisë plastike, pra një mjek që merr njëri pasur nga familje mirë dhe që vinte nga shtresa e djathtë, mendohet janë të shtrirë në disa rajonet Italisë, në rajonin e Piemontit, në rajonin e Lombardisë dhe në rajonin e Venetos, dhe janë duke u hetuar disa ngjarje dhe disa raste. Janë duke verifikuar informacionet e shërbime inteligjente të kohës, edhe të Bosnjës, edhe të Italisë. Pra ky gazetari që ka bërë denoncë, ky gazetari që tregon tani që është në këto foto të që janë fotomontazh. Ky gazetari është njeriu që ka, të thuash, është bërë shkas që të fillonte ky hetim? Është bërë shkas, po ka dhe një denoncim për këtë gjë. Dakor. Ka një denoncim nga një gazetar italian, i cili është mbështetur nga një avokat dhe nga një ish prokuror i kohës, dhe janë disa emra dhe disa ngjarje që po verifikohen. Dhe kjo hap kutinë e Pandorës edhe për njerëz që vinin nga Austria, nga Gjermania, nga Italia dhe nga vende të tjera. Nga Franca ka pasur? Ndoshta, por një gjë ditë them unë që kur kam hyrë në Gjakov, pasi kishte përfunduar lufta në 99-ën, rrugës që shkon nga Gjakova për Ndeçan, në krahun e djathtë, në krahun e majt ku ka qenë një fabrik, unë kam lexuar, kam qenë me gazetarin italian Renato Caprile, duhet të jetë akoma shkruar në një mur aty, duhet shkoj një ditë ta verifikoj, atje kam pas foton deri vonë, një shprehje në italisht që e përdorin këta të ligës veriut, pra ekstremi djathtë. Çfarë thoshte? Thoshte, Terroni, state attenti che noi torneremo ancora. Duhet përkthyer? Terroni. Katunar. Terroni ata e thon Katunar. Letterje, po, Katunar, po. Katunar, kini kujdes se ne do kthehemi sërish, dhe ishte shkruar në italisht. Këtë gjë është ku t'ia thoshte këtë gjë? Pra shqiptarëve të Kosovës që ishin këta paramilitarët që kishin ikur nga Gjakova. Gjakova është një nga qytetet ku është bërë masakër, dhe ka qenë në murin e një fabrike. Madje e kam parë këtë gjë me Renato Caprile dhe e kam filmuar atë, ka shkruar Renato Caprile, po edhe me Carlo Bolinon, që në atë kohë punonte si gazetar i Ansës në luftën e Kosovës dhe që sot drejton një media këtu. E turizmi snajperave, pra i njerëzve që paguajnë para dhe shkojnë të prasin civil që ecin rrugë. Kjo gjë ka qenë publike për shumë vite
ka qenë edhe Vox Populus, është bërë dhe libër, është bërë dhe dokumentar, po mbas 30 vjetësh ka filluar një hetim i drejtësisë italiane. Po pse në Itali? Sepse në Itali është bërë ky denoncimi nga ky ish prokurori, nga ky gazetari dhe nga ky avokat, të cilët kanë marrë inputin nga prokuroria dhe e Slovenisë dhe nga ky ish zyrtari i inteligjencës së Bosnjës, të cilët kanë emra dhe dokumentat të asaj periudhe. Jo, ka fjalën në Itali se ka jurisdiksion Italia që mund ta hetojë këtë çështje dhe në një vend tjetër jo? Jo, Italia heton për italianët e përfshirë. Jo për tjerë thotë. Jo, Italia heton për italianët e përfshirë dhe mendohet që ata njerëz sot janë 60, 70 dhe 80 vjeç, që në atë kohë kanë qenë 30, 40 dhe... Por më të bëj një pyetje, ti mendon se dihen kush janë njerëzit që kanë vajtur atje ka pagu lekët, pra turistët dhe kanë gjuajtur civil? I kanë me emra, të thash, është një... Seriozisht e ke? Po, është një ish avokat që po hetojnë, është një pronari një klinike kozmetike nga këta që bëjnë operacionet faciale, operacionet e bukurisë, edhe njerëz të përfshirë politikisht me ekstremin e djathtë në Itali, pra ish fashiste të tjerë, cilët kanë përkrahur serbët gjatë luftës së Bosnjës, edhe jo vetëm gjatë luftës së Bosnjës, po ndash një shembull edhe gjatë luftës Kosovës. A rrezikon ky hetim kullat të mos jetë gjë më shumë, as pak dhe as më shumë se sa një PSYOP, pra një operacion psikologjik dhe asgjë më shumë? Mundet, po ki parasysh një gjë që nuk është kollaj të hapësh një hetim, sepse hetimet kushtojnë, dhe fakti që ata po kanë disa emra dhe kanë disa dokumenta dhe kanë disa njerëz që po hetojnë në raport me ndodhjet e kohës, tregon që është një ngjarje e madhe, nuk është një ngjarje. Dhe para sa mbyllim, mund edhe të rezultojë një flusk pasi të bëjnë hetimin, po fakti që është hapur hetimi është zyrtar dhe është një ngjarje e madhe, s'është një ngjarje e vogël. Dhe pyetja tjetër për të qenë komplet deri në fund të profesionist, a mos është ky operacion hetimor që ka filluar në Itali ndaj turistëve, në thonjza snajperave, turistë që shkonin në Bosnjë për të pranë civil, që ecnin rrugëve, shkonin lart në kodër, pra që paguanin për të bërë këtë punë, a mos është kjo një tjetër mjet për të luftuar kundërshtarin politik në Itali? Që sot, për shembull, është në qeveri dhe përballë tij janë prokurorë dhe gjykatë që janë më shumë majtistë apo jo? Jo. Nuk e mendon këtë, se më fole pak më parë ekstremi djathtë. Po, ekstremi djathtë ka pasur gjithmonë këtë problem. Ekstremi djathtë tipi që merret ka pas dhe ekstremi majt dhe ekstremi djathtë. Po pra, po tipat që merren me ky doktori që thëti, që merren me operacione plastike apo jo? Merrej dikur. Ose ky tjetri çfarë ishte, çfarë profesioni kishte? Një avokat, po. Një avokat. Ti mendon që këta njerëz e ekstremi djathtë ose djathtës, tamam, ku ka ekstrem djathtë, nuk ka të djathtë. Ekstremi djathtë. Nuk ka ekstrem djathtë. I quajnë dhe majtët shuk këta më rrugë. Jo, në Itali, shiko, në Itali ne kemi patur për rreth 20 vjet kemi pasur luftë të terrorizmit të ekstremit djathtë dhe të ekstremit majt. Edhe ekstremi majt ka bërë masakra në Itali, edhe ekstremi djathtë ka bërë. Me Brigada Rose me këto. Po, me Brigadat e Kuqe këto. Kështu që është një fakt historik që se mohojmë dot. Po pra, mos është dhe kjo pjesë e këtij operacioni pra. Se dim do të shohim që do nxjerrë turizmi, po që është fakt që të dyja palët kanë qenë dhunshme, është fakt dhe kanë qenë të përfshira dhe ata shkonin gjoja në ndihmë, në solidaritet me edhe kalonin armatimet. Sepse kulla për gjithë ata që kanë parë për shembull serialin Dexter, që ja rekomandoj sepse është një perle pa parë, është niveli i lartë shumë, atje ndoshta e kupton se edhe të vrasësh është kënaqësi apo jo. Po të shikosh Dexterin për shembull, tipat që vrasin, nuk vriste me snajper, ai vriste me zakonisht vriste me fikre, pastaj i therte. Ti imagjino këta, domethënë shkonin bën fundjavën në Sarajevo, vrisnin dikë dhe ktheheshin. Bravo. Pra, kulla, nuk janë kot ato lekë që paguan, duhet të jetë një orgazm me papar. Sigurisht. Pra se tjetri të paguaj 100.000 euro, sa do i pasur të jetë për të shkuar për të vrarë sa njerëz. Tregoj që kam qenë luftë. Si ngja, ai shkon gjuhëti dhe vret kafshën, këta shkonin gjuhëti dhe vrisnin njerëz. Pra për të thënë që humanët kulla në thelb. Kafshën. Janë sa thas me mute, kupton? Kur e mendon. Kafshët janë më të mirë. Po të heqësh të gjitha gjërat që të gjithë bukuritë që kanë bërë, janë thjesht sa thas me mute. Sigurisht. Prandaj zora e njeriu, po ta bësh rregull, është organi më i madh i njeriu. Ti e di se sa metra është zora e njeriu apo jo? Jo, nuk e di. Zora zmaron kulla. E di që është organi më, po se di sa është. Është pafund. Në fakt humanët janë thjesht sa zor kulla. Zor. Gjërat e tjera janë shumë të vogla, është vetëm zora që e mbulon të gjithën. Vend se zorët e shkreta nga që rinë këshu, të palosëva me njëra tjetën dhe janë atje në fund, po. Për i moment se imagjinosh të shumë të hapet e gjitha, është komplet. Pra ku shef të lajme, kulla, ti atje e kupton në thelb, që ne ndryshojmë shumë nga instikti, nga kafshët që ku ka. Në këtë rast, bile është më keq akoma,
tipi merr kënaqësi për të vrarë të pafajshëm. Është bërë me ndërgjegje. Çaj. Po Redion. 7 deri 9 metra është e gjatë. Urdhë? 7 deri 9 metra është e gjatë Zora. Na urdhë. Domethënë kjo ki parasysh Rosh Redion. që kjo se ka lidhje me të djathët kundër të majtës e të majtës kundër të djathët. Po kjo për shembull e bërë në atë kohë, në kohën e luftës në Bosnjë, ka qenë kështu ksenofobia anti-islame jashtëzakonshme, kupton se. Pse se futet dhe kjo? Po sigurisht sepse ishit popullsitë e krishterë, katolikët këtej dhe ortodoksët te kundër bosnjakëve që ishin muslimanë. Bëre mirë që e the këtë në fund. Sigurisht se kjo ka qenë lufta e Bosnjës, nuk është se po e them unë. Se me atë është se thua është ambalazhuar, po jo se... Po kjo ka qenë lufta e Bosnjës. Po nuk ka qenë arsye e vërtet kjo, pra. Feja ti e di që është gjithmonë një alibi. Po sigurisht ma atje ishtë liderët komunistë, përdorën fen për të bërë atë masakrë që bënë. Po e përdorën fen, ama dhe... Po ti pa thua ti që veni paguani për gjytë me sajbëra, ndoshta mund t'ishin vërtet dhe anti-islamistë të mërshëm. Xenofob, kështu... Xenofob. Anti-islam. Po sigurisht, xenofob... Anti-sharia. Anti-islam, po. Kulla u kënaqja shumë sot me ty, edhe se aktualiteti dhe lajmet e fundit na i putën çik atë, po prapë mora i kënaqësi shumë. Po ti u kënaqe? Po sigurisht, ne prandaj vim të zonë e lirë sepse mund t'i fusim lajmet e fundit live, nuk është do marrim. Do presësh pak te kafe apo munde? Po munda po. Do vonojmë shumë. Po munda po. Kullën po e të lirë zonja Zotrinj, për të takuar më pas, ndërkohë që po bëhen gati ty në studio, pas një pauze të vogël, Loreta Berhami vjen nga botimet Pegi. Sepse na ka sjellë Loreta një fabul shumë interesante, dhe të thëmë dhe me miqtë e mi, me Sebastian Zonjën, Marsit Gupin, Flogert Muçën, dhe me Loretën sigurisht, brezin e Ankfit, zonja Zotrinj. Që është brezi i Ankfit? Është generacioni Alfa. Trosh më beti 15 vjeçarët e sotëm. Jo, nuk është Zeja, jo, keni gabim. Është Alfa. Jo, nuk është Zeja. Jo, Zeja janë 20 vjeçarët.